Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa gjafendi. Kush është Muhamedi alayhis salam? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salatu wassalam është profet prej profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Është profeti i fundit, pejgamberi i fundit. Allahu xhalla shanuhu njerëzimit i ka dërguar sipas transmetimit profetik 124.000 pejgamber. Kurse në Kur'anin famlart janë të përmendur vetëm 25. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është lajmëtar i dërguar i Allahut xhalla xhelaluhu në sipërfaqen e tokës dhe është profet për mbar njerëzimin. Wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, mëshirë për mbar njerëzimin, edhe profet për mbar njerëzimin. Wa ma arsalnake illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, për t'ju tërhekur vrejtjen me pas kujdes mos më rani në xhenem, edhe për t'ju përgërzuar ata të cilët veprojnë vepra të mira sipas Kuranit famlart dhe sunetit të tij profetik që ta fitojmë xhenetin. Muhamedi alayhis salatu wassalam i lindur në Mekke dhe i vdekur në Medinë, njeri me sifatet e plota njerëzore të cilat Allahu xhalla xhelaluhu ju dërgon profetëve. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka qenë profet i mbar njerëzimit, jo vetëm i arabëve. Prandaj feja islame nuk ka fe nacionale, por është fe internacionale. Wa ma arsalnake illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Muhamedi alayhis salatu wassalam jetoi 63 vjet, jetoi në Medinë 13 vite, në Mekë diku 50 vjet, edhe vdiq në Medinë. Sallallahu alaihi wasallam. Inshallah taala me Muhamedin alayhis salatu wassalam do të jemi bashkë në xhennet. Do të takohemi me te sipas meritave tona në xhennet. Inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.